Fejesa e vajzës së bujkut. Një i ri shkoi t'ia kërkoi bujkut dorën e vajzës së tij të bukur. Kur shkoi te ferma e tij, bujku e shikoi dhe i tha: "O biri im, shko dhe ndalo te ajo fushë dhe unë do t'i liroj 3 dema, një pas një. Dhe ti nëse e ka bishtin e njën nga të 3 demave, atëherë bien time ta martoj ty." Djaloshi u ndal te fusha dhe ishte në pritje të demit të parë. Bujku e hapi derën e fermës dhe nga ajo doli një dem i madh dhe i rrezikshëm, ku djaloshi nuk kishte parë si ai në jetën e tij. Nga frika, vendosi ta liroj të kaloj dhe ta pres demin e dytë, i cili sipas mendimit të tij do të jetë më i mirë se ai i pari. Nga kjo arsye, kaloi në anën tjetër të fushës dhe lejoi të parin të kaloj edhe të del nga dera e pasme e fermës. Bujku për të dytën herë e hapi derën e fermës. Mirëpo djaloshi mbeti pa mend. Para tij doli një dem shumë i madh dhe shumë i rrezikshëm që nuk kishte parë më herët në jetën e tij. Demi u ndal. Filloi të gropoi në tokë dhe t'i dalin ligat nga goja e tij dhe ta shikoi djaloshin. Djaloshit edhe kësaj here nuk i mbeti zgjidhje tjetër përveç se të kërkoi ta liroj demin e tretë, me shpresë se nuk do të jetë më i keq se sa i dyti. Edhe këtë herë kaloi në anën tjetër dhe e lejoi demin e dytë të kaloj dhe të dalë nga dera e pasme e fermës. Bujku e hapi derën e fermës për të tretën herë. Këtë herë, në fytyrën e djaloshit u paraqit buzëqeshja kur e pa demin më të dobët në jetën e tij. Ky ishte dem plotësisht i përshtatshëm për të. E mori pozitën e përshtatshme, e priti t'i afrohet dhe kur ju afrua, kërceu mbi të dhe e zgjati dorën për t'ia kapur bishtin. Mirëpo u çudit kur e pa se ky dem nuk ishte fare bisht për ta kapur atë. Mësimin nga ky tregim. Jeta është e stërmbushur me shanse. Disa nga to janë të lehta për t'u arritur, e disa nga to janë të rënda të arrihen. Problemi qëndron se ne shpesh lejojmë që këto shanse të na ikin, duke shpresuar se do të arrijmë një shans më të mirë, dhe ato të shkojnë, e ne asnjëherë të mos kemi mundësinë të i kthejmë mbrapa. Për këtë arsye, të përpiqemi vazhdimisht t'i arrijmë shanset e para. Martesa ka nevojë për gomë që fshin. Pasi që u martua i biri, prindi shkoi ta bekoi në shtëpinë e tij. Pasi që u ul, kërkoi nga ai ta sjell një fletë dhe një laps. I biri i tha: "Në byron time kam shumë gjëra, por për momentin nuk kam laps dhe fletore. Çka të nevojitën ato, o prindi im?" Prindi i tha: "Zbrit poshtë dhe blej një laps, fletore dhe një gomë." I biri i çuditur fort zbriti deri në shitore, i bleu gjërat dhe u kthye. I ulu afër prindit. Prindi i tha: "Shkruaj." "Çka të shkruaj?" pyeti i biri. "Shkruaj çka të duash," i tha prindi. I biri e shkroi një fjali kurse prindi i ia ktheu: "Fshije." I biri e fshiu. Prindi prap i tha: "Shkruaj." I biri i tha: "Për hir të Allahut, çka do?" "Shkruaj." Përsëriti prindi. I biri e shkroi dhe prap prindi i tha ta fshi. I biri e mori dhe e fshiu. Pastaj prap i tha të shkruaj. I biri i tha: "Për hir të Allahut, të kërkoj të më tregosh pse të veproj kështu." Prindi i tha të shkruaj dhe ai prap shkroi, dhe në fund e urdhëroi ta fshi dhe e fshiu. Prindi pastaj e shikoi të birin, e vendosi dorën mbi shpatullën e tij dhe i tha: "O birim, martesa ka nevojë për gomë që fshin. Nëse ti gjatë martesas nuk mban me vete gomë, që me të të i fshish disa qëndrime të gruas me të cilat nuk je i kënaqur, dhe nëse grua jote nuk mban me vete gomë, që me të të i fshi disa qëndrime të tua me të cilat ajo nuk është e kënaqur, atëherë fleta e martesës do të nxihet për disa ditë.